Komisioni për Bujqësinë, Ushqim dhe Zhvillim Rural shqyrtoi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 1 me shkëmbim letrash të marrëveshjes së financimit ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Komisionit Evropian për Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Ndryshimi parashikon angazhim financiar të Bashkimit Evropian në kuadër të IPA 3, duke siguruar zbatimin e projekteve në fushat e mbrojtjes së mjedisit, turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Sipas tij, programi përfshin edhe forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar në zonat kufitare shqiptare, Kukës, Hastrapoj dhe Kosovare dhe synon nxitjen e zhvillimit social, ekonomik dhe bashkëpunimit rajonal. Programi i bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027 financohet nga një grant i Bashkimit Evropian nëpërmjet instrumentit të asistencës para antarësimit IPA me një buxhet total prej 9.7 milion euro, përfshir bashkëfinancimin prej 15% të vlerës për të dyja vendet. Ratifikimi i marrëveshjes ndryshuese do të mundësojë shkëmbimin e përvojave dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta midis Shqipërisë dhe Kosovës sipas parimeve të instrumentit të asistencës para antarësimit IPA 3.